Vala përvoluese e të nxehtit ka pushuar Maqedoninë e Veriut, duke e kthyer çdo cep të vendit në një zonë nën alarm temperaturash ekstreme. Termometi ditët e fundit ka kaluar mbi 38 gradë Celsius në disa qytete, ndërsa ajri i rënduar dhe dielli përvolues po ndikon drejt për drejt në jetën e përditshme të qytetarëve. Drejtoria për çështje hidrometeorologjike ka dalë me një paralajmërim zyrtar duke konfirmuar se vala e të nxehtit nuk ka ndërmend të tërhiqet, por përkundrazi, gjatë këtij vikendi theksojnë që do të ndjejmë freski, pasi që do të jemi në ndikimin e rrymës ajrore veriore, e cila do të arrijë shpejtësinë mbi 70 km/h, e cila do të shkaktojë rënje të temperaturave për këtë vikend. Nesër dhe të dielën do të jemi në ndikimin e rrymës ajrore veriore. Do të fryej erë fortë veriore e cila do arrijë shpejtësinë mbi 70 km/h. Ndërsa ajo do shkaktoj rënje të temperaturave. Domethënë për vikend do të kemi temperaturë më të freskët me temperatura maksimale diku prej 26 deri 36 gradë Celsius, në Shkup deri 34 gradë Celsius. Prej të hënës edhe tutje do të mbajë mod stabil me diell. Ndërkaq që në ditët në vijim, ata thonë se vala e të nxehtit do të rikthehet përsëri, nga ku potencuan se do të mbajë mod stabil dhe me diell. Ndërkaq, autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes të shtuar, sidomos gjatë orëve të mesditës, të evitojnë daljet, të qëndrojnë të hidratuar dhe të përdorin rroba sa më të lehta. Ndërkaq, po monitorohet edhe rreziku i shtuar për zjarre dhe mungesë të rreshjeve.